Grida Duma, një emër i njohur për publikun shqiptar, ka arritur të fitojë respektin dhe vëmendjen jo vetëm për angazhimet e saj në politikë dhe media, por edhe për paraqitjen e saj tërheqëse dhe elegancën që e karakterizon. E cilësuar si një ndër femrat më të bukura në Shqipëri, Grida ka ngjallur gjithmonë kurreshtje mbi sekretin e bukurisë së saj të qëndrueshme dhe natyrale. Në një intervistë të fundit, Grida Duma ka vendosur të ndajë me publikun disa nga mendimet dhe praktikat e saj që, sipas saj, e ndihmojnë të ruajë harmoninë fizike dhe shpirtërore. Ajo ka theksuar se, mbi të gjitha, bukuria është një trashëgjimi gjenetike, por kjo nuk mjafton nëse një individ nuk kujdeset për veten në mënyrë të vazhdueshme. Të gjithë jemi të bukur në mënyrën tonë, u shpreh ajo, por bukuria është edhe një përgjegjësi personale. Sipas Gridës, një nga elementët thelbësor të mirëqenies dhe pamjes së jashtme është ushqimi. Ajo ka deklaruar qartë se ti je ajo çfarë ha, duke theksuar rëndësinë e konsumimit të ushqimeve të shëndetshme dhe të balancuara. Ushqimi i kontrolluar me përbërës natyral dhe sa më larg përpunimeve industriale është një nga stilat kryesore që ndihmon në ruajtjen e energjisë dhe freskisë në pamje. Një tjetër faktor i rëndësishëm për Gridën është aktiviteti fizik. Sipas saj, stërvitja jo vetëm që mban trupin në forma, por ndikon drejt për drejt në ekuilibrin hormonal, në gjendjen emocionale dhe, rrjedhimisht, në reflektimin e bukurisë së brendshme në pamjen e jashtme. Ajo nënvizon se nuk ka nevojë për masa ekstreme, mjafton konsistenca dhe kujdesi i vazhdueshëm. Grida Duma, përmes mesazheve të saj, ka arritur të frymëzojë shumë gra dhe vajza shqiptare për t'u kujdesur më shumë për shëndetin dhe pamjen e tyre, jo si diktat shoqëror, por si një formë respekti ndaj vetes. Në fund të fundit, siç thot ajo, bukuria është një pasqyrim i balancës së brendshme. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.